Ku mbeti Gjesti? Ja kujt po I mungon kaq shumë? Artisti I njohur Gjesti ka kohë që mungon në rrjetet sociale dhe në industrinë muzikore. Largimi I tij I papritur ka lënë një boshllë të madh te publiku, sidomos tek ata që e kanë ndjekur hap pas hapi karrierën e tij. Rasti tragjik në familjen e tij, humbja e vëllait të tij, e tronditi thellë artistin dhe e detyroi të largohej përkohësisht nga çdo aktivitet publik. Dhimbja e kësaj ngjarjeje të rëndë ka qenë arsyeja kryesore që Gjesti është zhdukur nga skena, duke u fokusuar në familjen dhe shërimin emocional. Por mungesa e tij ndihet shumë. Muzika e Gjestit u mungon të gjithëve, fansave, industrisë dhe gjithë atyre që e kanë vlerësuar stilin e tij unik, energjinë dhe mesazhet që ai sillte në çdo projekt. Mbi 600.000 ndjekës në rrjetet sociale presin çdo ditë një shenjë nga ai, një postim, një rikthim, një zë që t'u thotë se po kthehet. Dhe shpresa vazhdon të rritet. Të gjithë besojmë se Gjesti do të kthehet më I fortë se kurrë. Pas dhimbjes, artistët e vërtet ringrihen me më shumë forcë, emocion dhe inspirim. Fansat janë të bindur se rikthimi I Gjestit do të jetë I fuqishëm, I ndjerë dhe plot surpriza. Derisa të vijë ai moment, mbetet vetëm një pyetje. Deri kur do të presim një lëvizje nga Gjesti? Publiku dhe ne ende po e presim, me respekt, me dashuri dhe me shpresë. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!